Ministrat e rinj në qeverinë e Maqedonisë kanë marrë detyrën dhe thonë se do të vazhdojnë me reformat e nevojshme që do ta çonin vendin drejt integrimeve euroatlantike. Ndërkohë analistët mendojnë se shumë sfida e presin qeverinë e kryeministrit Gruevski në mandatin që sapo filloi. Maqedonia ka ngecur në proceset integruese për shkak të problemit edhe me emrin e vendit. Isak Ramadani ka përgatitur kronikën nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë pasi mori mbështetjen e shumicës në parlament ka filluar veprimet për plotësimin e njërit prej premtimeve që ka të bëjë me shtresat ekonomikisht të paqëndrueshme të shoqërisë. Në seancën e parë, qeveria e Nikola Gruevskit ka propozuar një ligj për shlyerjen e borxheve për kategorinë e shtetasve të papunë apo të cilët pranojnë ndihma sociale nga shteti. Ky numër mendohet të shkojë nga 50.000 deri në 100.000 shfrytëzues, të cilëve mund të falen faturat e rrymës apo pagesa e detyrueshme për televizionin shtetëror. Por qeverinë Gruevski e presin sfida të tjera të mëdha, siç janë integrimet e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, që ndërlidhen me çështjen e emrit të Maqedonisë, për çka analistët nuk janë shumë optimistë se mund të ketë një ndryshim të kursit të politikës së Shkupit brenda një të ardhmeje të afërt. Bashkimi Demokratik për Integrim ka më shumë emra të rinj në kabinetin e ri qeveritar. Mjetet e informimit dhe analistët presin të shohin se si ata do të menaxhojnë disa nga problemet e trashëguara, siç është rasti gjyqësor kundër disa shqiptarëve të akuzuar për terrorizëm, apo problemet me emrat e shkollave të Shkupit, por dhe investimet në zonat e banuara me shqiptar të Maqedonisë. As nuk duhet prejudikuar, presim përfundimin e tij. Por një gjë do e them, gjithnjë do jem në anën e së drejtës, në anën e drejtësisë dhe do të kërkoj që të zbatohen normalisht në shuazat e kompetencave, autorizimeve të mia ligjore. Ndërkohë, ministri i ri i ekonomisë Bekim Neziri synon rritjen ekonomike, tërheqjen e investimeve të huaja dhe nga vendi, si dhe hapjen e vendeve të reja të punës. BDI-ja e drejton edhe Ministrinë e Arsimit, nga e cila shqiptarët presin zgjidhjen e problemit me emrat e 4 shkollave 9-vjeçare të Shkupit. VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim po e qeverisin vendin për 7 vjet, ndërsa një pjesë analistëve e shikon partinë shqiptare si të nënrenditur dhe veçanërisht së fundmi akuzojnë partinë demokratike shqiptare për uljen e pazarit, siç shprehen, për degradimin e pozitës së BDI-s lidhur me formimin e qeverisë së re. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.